biseduam për zhvillimet politike, biseduam për shumë çështje, mirë po natyrisht që zgjidhja është në mesin e këtyre tri subjekteve politike. Duhet ta kuptoni një gjë që edhe vetëvendosja 66 me partnerët me të cilët ka garuar bashk dhe me pakicat që na janë bashkangjitur mandej, kur ja shton edhe 15 deputet të LDK-s bëhet 81. Pra me mzi. Edhe 81-shi nënkupton që bash asnjë deputet, as i vetëvendosjes, as i LDK-s, as i pakicave nuk bën të dështoj. Ose, e thënë më saktë, mund të dështoj 1 po jo 2. Prandaj edhe vetëvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt që ne ta tejkalojmë këtë çështje dhe të mos detyrohemi të shkojmë sërish në zgjedhje. Keni parafrim më shumë të gjatë bisedimeve dhe jo me Nuk mund të them që kam parafrim më shumë me njërin ose tjetrin, por vetëm e bëra aritmetikën e numrave, që është një fakt objektiv midis nesh që duhet trajtuar me seriozitet maksimal në mënyrë që në prill të mos kemi zgjedhje sërish. Ne nuk kemi mbledhur në nënshkrime për askë, për shkak se edhe në rast se ne i mbledhim në nënshkrimet, po e theksoj edhe një herë, ne mund të mbërrim në rastin më të mirë teorik të numrit 66, i cili është aq larg numrit 80. Nuk e mbërrim dot. Prandaj kot ne mund të nxjerrim kandidat. Ndërkohë që dy subjekte tjera, ato thanë që ne nuk kemi as 30 për nënshkrime, sepse 30 është minimumi për ta pasur propozimin. Kurse ne këtë mund ta bëjmë kollaj. Ne në fakt mund t'i bëjmë edhe 2 kandidat. Mirë po 66 që shumë larg numrit 80. Ne nuk mund të nxjerrim, shikoni, ne nuk mund të nxjerrim tash kandidat, edhe është e dëmshme nëse nxjerrim kandidat, e ndërkohë që kemi ngelur të numri 66. Ju e patë që kur kemi qenë të numri 56 në vitin e kaluar, nuk arritëm t'i bëjmë 61. Si do t'i bënim nga 66 të 80? E keni parasysh PDK, LDK dhe para së gjithash vetëvendosja, këtu janë numrat. Domethënë ne duhet kësaj të sigurohemi për bindjen tonë dhe nuk është kollaj që të sigurohemi që edhe kur të merrim i vesh se cili deputet do të qëndrojë, megjithëse deputetët qëndrojnë kur e kanë kryetarin e partisë kandidat për kryeministër dhe votat janë të hapura. Ndërkohë që kur duhet të propozosh njerëz jashtë partisë politike, as për masa, as temperatura e mbështetjes nuk është identike. Ne do ta bëjmë maksimumin, por duhet ta kuptoni që është më vështirë. Pra, nuk bëhet fjalë që tash duhet t'i them unë vetëvendosjes që kryetari juaj do bëhet president, se nuk do bëhet president. Pra, duhet shkojmë për një emër tjetër. Dhe ky emër tjetër, edhe nëse i ka të gjithë të vetëvendosjes, edhe nëse i ka të gjitha të pakicave që më votuan mua, prapë jemi 14 numra larg, e 14 numra nuk merren një nga një të partit tjera, por merren marrëveshje me partit tjera. E këtë nuk i kemi arritur ende, por mua ajo që ka më bën optimist është konstruktiviteti i atmosferës në këto takime, fakti që e kuptojmë plotësisht njëri tjetrin dhe në të njëjtën kohë që nuk shoh zell, gatishmëri, natyrisht që ne në politik edhe shkojmë në fushat të reja, sepse këtë punë bëjmë, por nuk shoh zell për zgjedhje të reja. Pra gatishmëria natyrisht që ekziston, edhe të PDK dhe LDK-ja, nëse duhet me shku në zgjedhje të reja, edhe vetëvendosën na shkojmë zgjedhje të reja. Por zell për zgjedhje të reja nuk shoh, dhe kjo është gjithashtu një e përbashkët që e kemi dhe këto elemente më bëjnë optimist që në këto ditët e pakta të mbetura do të mund të zgjidhen. Nga Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonci në mandatin e kaluar, si dhe nga komandanti i ushtrisë sonjë General Lejtnant Bashkim Jashari, nga unë është kërkuar në vitin e kaluar leja për të shkuar në një konferencë në Doha të Katarit, lidhur me forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gaza. Siç e dini, ne i kemi nda gjysmë milioni euro për Gaza, për ndihmë humanitare atje, dhe Forca e Sigurisë Kosovës, për shkak të aftësive të shquara ndërkombëtarisht, sa i përket kërkim shpëtimit dhe deminimit, dhe jo vetëm,
kemi qenë të gatshëm që të marrim pjesë në këtë forcë stabilizuese ndërkombëtare dhe ta ndihmojmë popullin e Gazas, për shkak se ne kemi qenë përfitues të forcave ndërkombëtare në vitin 1999 sidomos, por edhe më pas. E tash dëshirojmë që edhe ne të kontribuojmë. Kjo forcë stabilizuese ndërkombëtare, padyshim që do ta ketë edhe një organizatë politike, jo vetëm të jetë forcë ushtarake, dhe janë duke u diskutuar elementet konkrete se si të ecën përpara. Nëse do të dëshiroja ta thjeshtoj këtë gjë, e të kthehemi në vitin 1999, në verën e atij viti, përveç se KFOR-it ka edhe UNMIK. Pra shtetet ju e dini që merrnin pjesë në KFOR, po merrnin pjesë edhe në UNMIK. Ka një lloj ngjajshmërie edhe tash për Gaza, edhe ai KFOR-i për Gaza që është kjo forca stabilizuese ndërkombëtare do ta ketë një lloj organizate ndërkombëtare politike ku nëse dërgon ushtar, ti dëshiron që të jesh pjesëmarrës edhe në vendimarrjen politike. Por aty ka shumë hollësi me të cilat ju them të drejtën, shumë më tepër merren Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes.